Me shumë mirënjohje, ekipi I Radarit. E ditë sot në 13 vjetorin e Radarit, duam të themi diçka që zakonisht nuk e themi dot, në nxitimin e përditshëm të punës. Ky emision ka zemrën tënde brenda, ti je forca që mban Radarin të sinqert, të drejtë dhe njerëzor. I arsyeja pse çdo ditë ne hym në këtë vend, për të krijuar diçka që ja vlen. Energjia jote, kurajoja jote për të prekur tema të vështira, prania jote e qetë, edhe në ditët më kaotike, e kam bërë Radarin jo thjesht një emision, por një vend ku njerëzit ndihen të dëgjuar. Për ne, puna... Nuk e kam grimin waterproof, kështu është dashtë letra ma të buzëqeshura. Për ne puna me ty është shkollë, është motivim, është kënaqësi. Për dëgjuesit ti ajo zëri që u flet drejt me dashni, por pa dorza. Për Radarin ti udhëheqja, esenca edhe historia e tij. 13 vjet janë shumë, por mënyra si e ke bërë I bën të duken si një fillim I ri. Faleminderit që nuk lodhësh kurrë se kërkuarit vërtetën. Faleminderit që jep hapësirë secilit prej nesh me respekt e besim. Faleminderit që ke kriju këtë ekip që sot ndihet si familje. Gëzuar 13 vjetorin e ditë. Ne jemi me ty në çdo ditë, në çdo edicion, në çdo histori. Me shumë mirënjohje, ekipi I Radarit.